politike të Kosovës, kurse gjuhën që do ta përdorim gjithmonë do të jetë një gjuhë e bashkëpunimit, e partneritetit, sepse ju mund ta merrni parasysh, mund ta merrni me mend tensionet dhe polarizimet e mëdha që ndodhin gjatë fushatës, e të cilat i kemi pasur edhe gjatë legislaturës së tretë, por në fundit të gjithë zgjohemi një mëngjes, e shohim cili është rezultati i zgjedhjeve, edhe e kuptojmë që politika nuk ndërtohet mbi urrëtitjen dhe dashurinë, nuk është as urrëtitja as dashuri politika. Politika është me i kuptu interesat, po interesat cilat i përfatsojnë nuk janë tona personale, janë të Republikës Kosovës. Ne interesat kemi dalë këtu, ne i përfatsojmë interesat e Kosovës. E kur jemi të interesat e shtetit, interesat e Republikës, nuk ka asgjë për shprehjeve që i përdoret ti. Këtu është vetëm bashkëpunimi, është përpjekja për me të çu Kosovën përpara, së bashku, sepse veç e veç nuk kemi mundësi. Dhe demokracia e politika e kërkon pikërisht këtë, që duke u bërë bashkë të lidhen forcat dhe të vijë deri te një doktrinë e përbashkët e përfaqësimit të interesave të tona shtetërore.